Komuna e shqiptarëve të Tuzit po përballet me një katastrofë mjedisore pasi mbeturinat e 10 qyteteve të mëdha në malin e Zi po depozitohen në ndërmarrjen publike deponia, që është në fshatin Omer Bozhaj. Situata është përkeqësuar vitet e fundit ku ndërmarrja ka marrë mbeturinat e 10 komunave për përpunim në mënyrë të jashtëligjshme. Ajo ka nisur hapjen e grupave të 5 dhe të 6 brenda territorit të saj, ndërkohë jashtë saj, në 10 hektar tokë në drejtim të banesave të shqiptarëve, janë krijuar vend grumbullime ilegale të mbeturinave me mbetje të gjitha llojeve. Mbrapa nesh ndodhet një grumbullim deponish e cila është jo e ligjshme. Këtu ndodhet një vask jashtë deponisë, e cila është e paligjshme ku duhet të ishte zonë gjelbër. Pra duhet të ishte zonë gjelbër, ndërsa këtu mund të shohim se janë grumbullime mbeturinave të përzierave. Gjë që cënon edhe helmimin e tokës, helmimin e urave në tokësore, por njëkohësisht edhe të ajrit. Gjysh Thelli e u tërnua tash një 4 vjet që u tërnua shteti, morën e fituan e këta që janë kundra Evropet, që janë me Serbi e me Rusi, gjysh atër na maruame. Jo shqetësim, po kjo është një katastrofë me të vërtetën se çka ndodhet këtu. Çështja është se këta kanë abuzuar. Përveç kësaj që është kjo kada sanitare që është duke mbyllur, po përgatisin të hapin tjetër në 5-ën dhe 6-ën që i quajnë këta. Kjo helmon ajrin që thithim, ujin që pijim dhe tokën që mbjellim. Por jo vetëm, kjo helmon edhe fëmijët tonë, kjo helmon familjet tona, kjo helmon gjithçka. Eksperti mjedisit Luiz Samaj tregon se pikërisht në këtë zonë janë burimet ujore të gjithë malësisë së Tuzit, të cilat do të helmohen nga mbeturinat. Nuk është fjala vetëm për ajrin që thithim, por ekziston një rrezik potencial për ndotjen e ujrave nëntokësore. Pra ekziston rreziku potencial i ndotjeve të ujrave subarteziane nga puset e të cilave malësia furnizohet me ujë. Pse pikërisht në Tuzë të hellen me komunave? Shqiptoni, kjo është një histori e tërë kur ka fillua edhe krijimi i kësaj deponi, pra e mbeturinave, dhe gjithkush don ta largojnë nga oborri vetë ndotjen, mbeturinat. Në mbështetje të banorëve dhe në protesta kanë dalë edhe zëvendës kryeministri Nik Xheloshaj dhe kryetari i komunës Lindon Xhelaj, teksa ky fundit vazhdon betejën ligjore dhe institucionale, për të cilën ka paralajmëruar padi edhe në gjykatat ndërkombëtare. Banorët po vazhdojnë prej muajsh protestat dhe sa herë që i afrohen vend depozitimit të mbeturinave, me 10 policë malazez shfaqen menjëherë duke mos i lejuar të afrohen as në tokat e tyre.